Rritën në 144% kërkesat për azil nga qytetarët kosovar pas liberalizimit të vizave. Instituti EPIK ka publikuar një raport mbi ndikimin e liberalizimit të vizave në lëvizjen e qytetarëve të Kosovës drejt Bashkimit Evropian, duke u fokusuar në numrin e kërkesave për azil gjatë vitit të parë pas zbatimit të këtij procesi. Sipas të dhënave, kërkesat për azil nga qytetarët kosovar në vendet e Bashkimit Evropian janë rritur me 144% në vitin e parë të liberalizimit. Sidoqoftë, EPIK vlerëson se kjo rritje ka qenë e përkohshme dhe brenda parashikimeve. Gjatë vitit 2024 janë regjistruar gjithsej 5635 kërkesa për azil nga shtetasë të Kosovës në shtetet anëtare të BE-s. Franca ka qenë destinacioni kryesor me 3150 kërkesa, pasur nga Gjermania me 1665 dhe Italia me 485 kërkesa. Instituti thekson se ndonse përqindja rritjes prej 144%, ajo mbetet dukshëm më e ulët krahasuar me vendet e tjera të rajonit në vitin e parë të liberalizimit të vizave. Në rastin e Maqedonisë së Veriut, rritja e numrit të azil kërkuesve kishte arritur në 895%, në Serbi 356% dhe në Shqipëri 166%. Vetëm Mali i Zi dhe Bosnia dhe Hercegovina kishin arritur të mbanin rritjen në nivelin 100%.